Allahile, a ke përgjigje për këtë pyetje, thot? Allahu është femër a mashkull? Allahu i lartësuar nuk është as femër as mashkull. Femër dhe mashkull janë krijesat, ne si krijesa. Pra dikush është mashkull, dikush është femër. Ndërsa krijuesi i gjithësisë, askush nuk i përngjason atij, lejse kemithlihi shay. Askush nuk i përngjason atij. Kështu që unë të ftoj e të këshilloj që të lexosh më shumë për Zotin e gjithësisë. Lexosh Kur'anin, ku në ta Allahu i lartësuar e përshkruan më së miri veten e tij. Larg tmetave është Zoti i gjithësisë. Larg krahasimit me krijesat është krijuesi. Allahu i lartësuar, askush nuk i përngjason atij.